هي جنة وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri mëkams të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri nga ummeti më i zgjedhur, na bëri pasues të pejgamberit më të dashur dhe më të zgjedhur tek ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili zgjodhi dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku e ndihmuan dhe sakrifikuan për dinin e Allahut, ku ne nuk jemi diç tjetër vetëm friti sakrificës së tyre. Pra sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me disa këshilla nga më të afërt të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shumë hadithe na tregon se dashuria e shokëve të tij është shenjë e imanit. Urrejtja e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shenjë dhe alamet i munafiqllëkut, Allahu na ruajt. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Walladhi nafsi biyadi, pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Pra pejgamberi Allahut betohet në Allahun, sikur që njani nga ju e jep lëmosh sadaka nga dukati, qoftë e madhe dhe sa kodra e Uhudit, ku gjatësia e së cilës është 6 deri në 7 kilometra. Pra nëse njani nga ne e jep një lëmosh me dukat, qoftë ki dukat sa kodra e Uhudit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'keni mundësi me arrit shpërblimin e një shokut pejgamberit Allahut nëse i ka dhënë një par grushta grun. Pra kejt ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me qëndru me një anë, vetëm një shok i pejgamberit Allahut me një anë, ma vlerë të Allahu ka se krejt ummeti ti. Dhe kesh hadithi pejgamberit Allahut i cili thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, pash një ëndër, ku një peshore zbriti nga qielli, dhe u hipa një në anë të peshorës, dhe në anën tjetër u peshu ummeti ti. Tha, peshoj pejgamberi Allahut. Pastaj i tha, hipi Ebu Bekër Siddiku radiallahu an në anën e peshorës, dhe në anën tjetër ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tha, peshoj maran Ebu Bekër Siddiku radiallahu an. Pastaj hipi në anën e peshorës Omer ibn Khattabi radiallahu an, dhe u peshu dhe ranoi maran se ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj peshohet Uthman ibn Affani,
Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, peshoj maran se ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e pastaj u ngrit peshorje në qiell. Pra nga kjo hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na bëhet me dije se Ebu Bekër Siddiku radiallahu an peshonte me iman dhe vlerë kishte te Allahu azza wa jall më shumë se kejt ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pjesë e besimit ton është që një shok i pejgamberit Allahut është më me vlerë se krejt ne. Për këtë arsye sot do të jetojmë me këto tre shok të pejgamberit Allahut, me disa këshilla që kanë buru nga thellësia e zemrës së tyre. Për atë kur u pyet Hamdun el Qissari dhe i thanë, përse të parë tonë kur këshilloshin, kishin ndikim të madh në zemrat e ummetit, ndërsa ne kur po këshillojmë s'po peshojnë fjalët tona e as që po depërtojnë zemrat e njerëzve. Hamdun el Qissari u përgjigj dhe tha, nga se të parë tonë kur kanë fol dhe kur kanë këshillu dhe kanë pas për qëllim që të ngritin dinin Allahut, që t'i shpëtojnë shpirtat prej zjarrit xhenemit dhe ta kënaqin Allahut. Ndërsa Hamdun el Qissari tha, ne kur të planifikojmë të flasmi, mas pari mendojmë si të ngritmi vetën tonë, si të dallomi nga të qertë. Pra nuk e kemi për qëllim tha ngritjen e dinit Allahut, e kemi për qëllim ngritjen e vetës tonë, të parë tonë. Folën për t'i shpëtu njerëzit prej zjarrit xhenemit dhe për t'a fitu xhennetin Allahut, ndërsa tha ne po flasmi për të përfitu diç prej dunjas. Të parë tonë flitshin kur flitshin për ta kënaqur Allahun azza wa jall, ndërsa ne tha po flasmi dhe po këshillojmë për t'i kënaqur njerëzit. Shigjojmë se nëse ja thojmë këtë fjalë na i dhënohen, atëherë s'ja thojmë. Prandaj ato ndërsh, ata nuk kishin për qëllim diç tjetër vetëm që njerëzit t'i shpëtojnë, ta kënaqin Allahun dhe ta lartësojnë Islamin. E ne runa Zot, kur flasmi i shojmë i rënditmi fjalët, që të dallomi nga qertë, që të përmendemi nga qertë, që t'i kthejmë fitirat e njerëzve nga ne, që t'i kënaqmi krijesat qoftë edhe nëse i dherojmë krijuesin. E shokët e pejgamberit Allahut ishin të zgjedhur. Allahu azza wa jall nuk ja shiqoi fizionominë e tyre. Abdullah ibn Mesudi ishte i shkurt, ishte i dobët, derisa shokët e pejgamberit Allahut u qeshën një ditë me ta, apo u qeshën me fizionominë e Abdullah ibn Mesudit, e pejgamberi Allahut ndërhin dhe thot, mashallah, kama që e luhat të era e Abdullah ibn Mesudit, tek Allahu azza wa jall është me peshë dhe ampeshon të Allahu maran se kodra e Hudit. Këto ishin shokët e pejgamberit Allahut. Para atë tha Abdullah Mesudi, Allahu azza wa jall shiqoi zemrat dhe e pa zemrën më të pastër, zemrën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu e boni vull të pejgamberllëkut. Allahu e përmbillni mesazhin e tij, e zgjodhi dinin e tij. Dhuratat i përmbilli me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu i shiqoi zemrat e robëve të tij, zemra më të qiltët, zemra më të pastët, që kanë ecë në rrugën toksor pas pejgamberëve të Allahut, janë shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra të Allahu azza wa jall në shumë ajete i lavdroi, në shumë ajete Allahu azza wa jall i lartësoi. Dhe derisa tha pejgamberi Allahut, en-nujumu emanatun lis-sama, yjet janë garancion dhe sigurim për qiellin. Yjet janë ata që e ruajnë që qielli mos zbret mbi kokat tona. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse yjet zhduken dhe fik,
Si që ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, në ditën e katastrofës, ditën e kiametit, wa idha nujumu nkadarat, dhe kur quen ijet, atëre droja vend dhe rreziku, me shuarjen e ijeve, a që bjen që elin mbi kokat e njerëzve, për ati jetë thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë garancë, për që elin mos të ben mbi kokat tonë. Tha nëse shuke njët, nuk ka garancë që elin nuk zbet mbi kokat tonë. Dhe tha unë jam sigurim dhe garancë për umetin tim, për shokët e mi. Kur të vdes unë, ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka garancë mo për shokët e mi. S'ka garancë me vdekjen e pejgamberit Allahut, për shokët e pejgamberit Allahut, ta pejgamberi Allahut, do t'i godit shokët e mi, ajo që është para po, apo është përcaktu. Dhe Imam Nevaviu, në hadithin e pejgamberit Allahut flet dhe thot, çka është për qëllim ma ju adun, çka për qëllim ajo që është premtu, ta është për qëllim se ka me ndodh mos marrvesh, ka me ndodh bidat, ka me ndodh fitne dhe sprova. Pra shoh pejgamberi Allahut, ishte garanca që mos ketë konflikt, mos ketë mos marrveshje mes shokëve të pejgamberit Allahut. Dhe në kohën e pejgamberit Allahut s'ka pas konflikt mes shokëve të tij. Dhe ke pejgamberit Allahut shkon garanca dhe mund të ketë ndryshime në mendim. Edhe pse ne i dojmë të gjithata, dhe nga mbarimi dhe besimi e Ahlusunnetit është që mos të flasmi keq për shokët e pejgamberit Allahut, qoftë dhe kur kanë bën ijtihad, qoftë edhe nëse kanë ndodhur mos marrveshje mes tyre. Ka besimi jonë është që i dojmë të gjithë të barabartë. Ijtihadi i tyre ka qenë i pranuar, i arsyetuar, nga se të gjithë kanë qenë të drejtë, të gjithë nuk kanë luftu për epshin dhe interesat e tyre. Të gjithë kanë hulumtu dhe kanë sakrifiku dhe kanë rezistu për të vërtetën dhe hakun. Dhe Allahu Azza wa Jall të gjithë i shtin me një ambrell që i thotë radiallahu anhum wa radu an. Allahu ishte i kënaqur me to, dhe ato do të jenë të kënaqur në ditën e gjykimit me Allah. Nëse ato janë të kënaqur me Allah, do të jenë të kënaqur me Allah. Po dhe Allah i kënaqur me to, pse ne mos të jemi të kënaqur me to. Pa ata Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an i Kerim, dhe ata që vinë pas shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët i lutën në këtë formë Allahut dhe i thojnë, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Zot, na fal gabimet tona dhe fali ata të cilët kanë qenë para nesh. Mos na mbjell urrejtje në zemrat tona ndaj tyre. Mos mbjellja urrejtjes, mos urrejtja e shokëve të pejgamberit Allahut, a shenjë e besimit dhe imanit. Për shkak se Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an i Kerim, ata të cilët nuk kanë urrejtje ndaj shokëve të pejgamberit Allahut, ndaj vëllezërve të tyre, që e përjetuan wahyin, janë ata të cilët kanë garancë prej onës Allahut se janë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi Allahut, unë isha garanca e tyre, derisa kesh gjallë, me vdekjen e pejgamberit Allahut, tha mund t'i godit shokët e mi, tha ajo që është para po, apo ajo që është premtu. Imam Nevavi thot, mund të ndodhë mos marrveshje, dhe këtë e potencon e tregon Enes ibn Malik, i cili thot, pasha Allahut, nuk e kena mbulu pejgamberin e Allahut, trupin e pejgamberit Allahut me dhe, vetëm se zemrat tona kanë fillu të ndryshojnë. S'kan qenë zemrat si që kur ka qenë pejgamberi Allahut gjallë. Pejgamberi Allahut ishte ai i cili i përfshinte shokët e tij dhe ekzistenca e pejgamberit Allahut i siguri që nuk të ndodhe mosmarrveshje mes shokëve të tij. Dhe thot pejgamberi Allahut, shokët e mi janë garancë e umetit tim. Nëse vdesin dhe mbarojnë shokët e mi, tha do t'i godite umetin tim ajo që është premtu, pra do t'goditin telashet, mosmarrveshjet, kritikat, bidatët,
devijimet, rështiqje. Kjo që cila po ndodh ditëve të sotme. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin ata të cilët si garancë që Allahu azza wa jall i la për ummetin e tij. Me vdekjen e tyre, me përfundimin e tyre, ndryshuan njerëzit, i ndryshuan rrugët e tyre. Për këtë arsye, Abdullah ibn Mesudi na këshillonte dhe thonte: Aleikum bimen mat, përmbanju atinve që kanë vdek, përmbanju atinve që kanë qenë para jush, pra shokëve pejgamberit Allahut, nga se i kanë qenën, i kanë pas zemrat më të qiltërt, zemrat i kanë pas më të pastërta, janë ata të cilët e kanë përjetu wahyin, zbritjen e wahjit e kanë përjetu, janë ata që janë ndriçu me dritën e Allahut, kanë pa më mirë se na, e kanë kuptu dinin e Allahut më mirë se na, kur kanë këshillu më mirë se na. Para dëledhët të ndërshëm, sot do t'jetojmë me disa këshillat e tyre, me shprehje që këshillat e tyre të zonë në vend në zemrët tonë, që këshillat e tyre të në i rinjallin zemrët tonë, këshillat e tyre që të bojnë dobin këtë dunja dhe kur dalmi para Allahut azza wa jall. Këshilla e parë, a këshilla e Abu Bekr Siddiqut radiallahu anhu, shokut pejgamberit Allahut, ndihmtarit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili sakrifikoi çdo sen për dinin e Allahut azza wa jall, ai i cili u lavdrun Kur'anin e Kerim, ai i cili e shoqëroi pejgamberin e Allahut në hijret, ai i cili çajti prej gëzimit për shkak se shoqëronte pejgamberin e Allahut dhe ndihmonte dinin e Allahut. Pa ata Aisha radiallahu anha tha: deri atë ditë se kam ditë dhe se kam besu, se njeriu mund të qaje për gëzimit vetëm ditën kur pejgamberi Allahut ja ban me di Abu Bekrit: ja Abu Bekr, inshallah dhe ti bashkë me mu në hijret. Qajti Abu Bekr Siddiku prej gëzimit, edhe pse i lindte antar të familjes në Mekë, edhe pse rruga ishte rrezikshme, edhe pse i lindte të gjithë familjarët në vendlindjen e tij, e lindte vatanin e tij, i lindte shtëpitë e tij, mirë po, për të ndihmu dinin e Allahut, për shkak se ju dha rasti Abu Bekr Siddikut që të ndihmon dinin e Allahut, që të shoqëron pejgamberin e Allahut, qajti Abu Bekr Siddiku prej gëzimit. Abu Bekr Siddiku, njeriu më i ditur pas pejgamberit Allahut, njeriu më i ditur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka pas njeri që e ka njoft dinin e Allahut, nuk ka pas shok pejgamberi Allahut që ka qenë më i ditur se Abu Bekr Siddiku radiallahu anhu, ai i cili e majti ligjerimin e parë. Thau jo njerëz: ana muttabi' wa lastu bi mubtadi'. Dinoj njerëz, unë jam përcjellës ndjekës të sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk jam ai i cili shpiki diçka të re. Abu Bekr Siddiku radiallahu anhu, me vdekjen e pejgamberit Allahut, ai që e nisi ushtrinë e Usamës dhe vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se të niset ushtria Usamës për në Sham dhe merr postin Abu Bekr Siddiku radiallahu anhu, ku dhe arabët e braktisin fen, ndërin Omeri, ndërin Osmani, ndërin shokët e pejgamberit Allahut, te Abu Bekr Siddiku, që kanë një kërkesë. A dini lezër, çfarë kërkesë e kishin te Abu Bekr Siddiku? E kishin një kërkesë që mos ta nise ushtrinë e Usamës, për shkak se gjendja tash ndryshoi. Arabët e braktisën fen dhe më parsore është që të luftohen ata që e braktisën fen, sesa të luftohen romakët, që të vonon ushtrinë e Usamës. Ja Abu Bekr, gjendja ka ndryshu, Medinja është në rrezik, njerëzit fshatrat të cilët janë përreth Medinës e kanë braktis fen e Allahut pas vdekjes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjon Abu Bekr Siddiku e pastaj e jep vendimin e tij dhe thot: pasha Allahut, tha nuk ka mundësi Abu Bekr Siddiku
që të vonon apo të ndal një ushtri që e ka nisën pejgamberi Allahut. S'ka mundësi që Ebu Bekër Siddiku radiallahu anhu që të pengon ushtrin që e ka nisë pejgamberi Allahut, i dashuri Allahut, e përcakton Usamen komandant, edhe Ebu Bekër Siddiku të ndal, Ebu Bekër Siddiku të vonon, dhe jo valla, tha nuk ka mundësi që të ndal dhe të vonon ushtrinë e Usamës Ebu Bekër Siddiku, atë që e ka planifiku dhe e ka nisë pejgamberi Allahut, bereqeti praktikimit të sunnetit pejgamberit Allahut, nga gjen lufta e Ebu Bekrit, ndaj murtedave që e kanë braktis islamin dhe nga gjen lufta e Usamës. Kja bereqeti sunnetit pejgamberit Allahut, kja bereqeti ngjekje sahabave të pejgamberit Allahut, kja bereqeti inderi që i bëhet pejgamberit Allahut, që i përfillet urdhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekër Siddiku radiallahu anhu, i lindur në Mekë, i pari që e përkrajti pejgamberin Allahut, i pari që besoi dhe hini në Islam pas pejgamberit Allahut, i quajtur Abdullah ibn Uthman. Pa Ebu Bekër Siddiku i quante Abdullah ibn Abi Quhaf, baba i tij emrin Uthman, që thuat në disa transmetime se Ebu Bekër Siddiku e kishe emrin Abdul Kaab, dhe pasi që pejgamberi Allahut shpallet pejgamberi Allahut e mërton Ebu Bekër Siddikun me emrin Abdullah, dhe pas dekës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 2 vite 100 dit e udhëheq shtetin islam Ebu Bekër Siddiku radiallahu anhu deri në frimarjet e fundit, dhe natën e martë vdes Ebu Bekër Siddiku që ta lën makams të tij Omer ibn Khattabin radiallahu anhuma. Pra Allahu të ndërsh, Ebu Bekër Siddiku nuk jetoi gjatë. Pas pejgamberit Allahut, megjithatë u gëzonte Ebu Bekër Siddiku se po vdes natën e martë, për shkak se thonte afër natës së hanë. Në atë natë që pa vdek pejgamberi Allahut, kishin dëshirë që të vdesin ditën kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra dashuri e papërshkruar. Dhe Ebu Bekër Siddiku nuk mante fjalime të gjatë. Nuk ka dhënë Ebu Bekër Siddiku këshilla të gjatë, këshilla të shkurta me domethënie të madhe. Pra ne do të shkëputemi disa nga këshillat e Ebu Bekër Siddiku radiallahu anhu. Këshilla e parë, thot Ebu Bekër Siddiku radiallahu anhu, idha amele qaumun bil maasi bejne dhahrani qauminhum a'azzu minhum. Nëse një umet, nëse një pjesë e popull gjendet në mëkate në gjuna, vepron gjuna dhe mëkat në mesin e popullatës që është i fuqish, nëse në mesin e umetit gjenden njerëz që bojnë mëkate publikisht, në mesin e popullatës që kanë mundësi që t'i frenojnë, t'i ndalojnë, felem ju gajiru, mirë po ato heshtin, dhe nuk i ornojnë në të mirë, e asë nuk i ndalojnë nga e keqë. Thot Ebu Bekër Siddiku radiallahu anhu, anzalallahu alejhim belaen, Allahu ka mizbrit një bela ati umetit, thumme lem jenzauhu minhum, edhe s'ka për të larguat belon nga to. Ebu Bekër Siddiku që ka thot? Nëse mesin ton gjenden familjar që Allah t'i bojnë mëkat, domaqini është gjallë, ka fuqi dhe mundësi që t'i pengon dhe t'i ndalon, nuk e ban këtë, Allahu do të zbrese bela në atë familje, në atë lagjë, në atë qitet, në atë fshat, në atë vend, të Allahu nuk e largon atë bela deri sa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e tyre. Ka dhe Ebu Bekër Siddiku. A zullum, pse ndëshkohen të mirët për rreth të këshinjve, ndëshkohen të këshinj për shkak gjunojt të tyre, të mirët për shkak heshtjes e tyre, për shkak
që nuk i kanë ndalu nga e keqja e tyre. Pra Allahu Azza wa Jall nuk bën zullum. Allahu nuk e bën zullum askujt. I ndeshkon të mirë për rreth të këqinjve. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke fletë të Zeynep bint Jahsh. Dhe ngritet pejgamberi Allahut i friksuar dhe thot: "Wailun lil arab min sharrin qad iktarab." Mjeri arabët, çfarë të lashe po i pret ato. Mjeri arabët, çfarë të lashe e madhe është duke i prit ato. Tha futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Tha sot, tha kështu është hapën penda e Dhulqarnejnit. Penda Ya'juj dhe Ma'juj. Kone pejgamberit Allahut u bat hapu atë plas. Penda e Dhulqarnejnit, kone pejgamberit Allahut është hap. Kjo është hadithi Sahih Bukhari, që e transmeton Ebu Hurajra. Për ata hadithi që e transmeton Ebu Hurajra, se Ya'juji dhe Ma'juji punojnë tanë natën, tanë ditën deri mbaramje, derisa tentojnë me hi nër pend, e pastaj i shofin rrezet e dillit, dhe ja i pari atinve thot: "Lene punën sot e vazhdojmë nesër." Kur të kthehen nesër, e gjenë qatë gjendje, thot kështu vazhdimisht, deri ta inspirohet pari të tyre të thojë inshallah, e pastaj dalin. Kja hadith nuk është i vërtet. Kemi fol në derset e Ya'juj dhe Ma'juj. Po kjo është prej Israiliatëve që e kanë transmetu Ebu Hurajra, dhe transmetuesi, nëse nuk jam gabim Katade, ka mendu se Ebu Hurajra ka thonë pejgamberi Allahut. Ebu Hurajra këtë hadith dhe transmeton Sahih Bukhari, që kone pejgamberit Allahut u hap. Nëse kone pejgamberit Allahut penda e Dhulqarnejnit është hap, pse atëre rrezet e dillit nuk i kanë pa? Pra në kone pejgamberit Allahut ka fillu plasja e pendës e Dhulqarnejnit. Për ata Imam Qurtubiu, që thot dhe disa dietar qertë, se në shekullin 7 pjesërisht kanë dalë Ya'juj dhe Ma'juj, dhe unë i takoj këti mendim. Shfaqja e tyre është në akhiri zaman, shfaqja e dytë, apo shfaqja e tërësishme. Dhe kemi spjegu këto derse, ne nuk e kemi temën aty. Ajo që na intereson të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wailu lil arab min sharrin qad iktarab." Mjeri arabët, çfarë të lashe e madhe po i pret ata. "Futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadha." Ta pejgamberi Allah tha sot, tha ka plasën penda Ya'juj dhe Ma'juj kaq, çështu. Zeynep bint Jahsh ishte prezent. Tha: "Ja Rasulallah, e nuhleku wa fina salihun." Tha: "Ja Rasulallah, a dhe ne shkatromi dhe kur ka njerëz të mirë në mesin ton? A dhe neve belaja na kap, edhe pse në mesin ton ka njerëz të mirë?" Çka tha pejgamberi Allah? "Nam, idha kathura al-khabath." Tha po, nëse e keqja e mund të mirën. Nëse e keqja e mund të mirën. Omer ibn Abdulaziz, çka thot këtë hadith? Qa kena fajna pse na kanë mujt ato? Ato i kanë mediat, ato i kanë shtetet, ato i kanë fallxhorët e tyre. Pra i kanë telashet, i kanë parët, i kanë këtë dhe këtë dhe këtë. Pse ne gjithashtu më shkatru për rreth tyre, thot Omer ibn Abdulaziz, Allahu nuk e ndëshkon një popull, nuk i ndëshkon të mirët e një populli për skajt të ligëve, vetëm nëse të ligët e bojnë gjunojnë publikisht. Që nën kupton, kur ta bojnë publikisht, e kanë bo publikisht, e të mirët nuk i kanë ndalu nga e keq. Pra se e bojnë ato fsheftas, na nuk e dim se janë të botë kësia, na nuk e dim çka kanë gjoksat e tyre, as nuk e dim çka kanë zemrat e tyre, e as që jemi porosit të gjurmojmë, të hulumtojmë çka kanë zemrat e tyre. Na ndëshkomu, për çka se nuk e flasmi të vërtetë, nuk e thojmë, Allahu ne i dhëron, Allahu këtë nuk e donë. Pra ta në vledhët të ndërsh, Allahu thot në Kurani Kerim, Allahu si shpëton ata të cilët nuk kanë aftësi dhe mundësi të ndryshojnë gjendjen e një popullit, ama nuk heshtin. Thot Allahu në Kurani Kerim, fa enxejnë alledhine kanu yanhauna anis su. Kur ka zri belaj Allahut, thot i kena shpëtu palen që kanë ndalu nga e keq. Hadithi i Hurajrës, Sahih Bukhari.
Mjeri arab çka i pret? Shumica e dietarëve kanë komentuar mjeri musliman çka i pret. Edhe pse thash, unë jam mendimit Imam Kortobiut që mjeri arab çka i pret edhe i kanë ndodhur tatarët. Kur e kanë pushtu Bagdatin, në fund të shekullit 7 kanë bërë atë shumë masakra, mrena 2-3 ditëve 3 milion të vdekur. Dhe Imam Nekethiri i përshkruan që njerëz kanë pas mundësi as mi vorros, po e kanë mbyllën derën edhe kanë lënë vend banimin e tyre varr. Mjeri arab, kjo është realizu. Kur kanë dalë tatarët, pa Yexhuxhët dhe Mexhuxhët, Mogolët, këto janë, për shkak se këto janë, nuk janë sigur, Yexhuxhët dhe Mexhuxhët dhe njoni, thash njoni i gatë sa plepi, qetri i vogël sa bubreci, e i treti, tha i ka vesh të mëdhoj, njoni në shtron, qetri më luhet. Po këto janë bite Ademit, kjo janë këtë palavra, këto hadithe janë nuk janë të vërtet. Yexhuxhët dhe Mexhuxhët janë popull, njerëz, Beni Adem, fëmijët e Ademit a.s. A i ka orë pejgamber? Ka orë. Kush ka është a i pejgamber që i ka orë dhe atyre? Pejgamberi cili ka ardhë atyre. Yexhuxhë dhe Mexhuxhë është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Atyre që janë, që kanë mu shfaq në akhiri zaman. Pra janë pejgambert e Allah që i kanë ardhë, që Allah nuk e ndëshkon një popull për deri sa nuk ja dërgon të dërguarin e tyre. Kanë pas pejgamber. Pejgamberi atyre nuk ka qenë as prej gjinve, as për melekve. Pejgamberi atyre ka qenë për njerëzve. E atyre është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se dhe qifutëve dhe krishterëve nuk jo vlen pejgamberi tyre që i ka qenë nëse nuk e besojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për ata njoni që e pranoi islamin e shkujti një libër të mrekullush. Në gjuhën angleze ata të cilët do me thonë din të lexojnë, edhe është gjuhën arabe thot e fitova Muhammedin pa e humbën i saj. Titullohet libri. E fitova Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pa e humbën i saj. Për shkak se pjesë e besimit ton është me besu dhe i saj. Ai që se beson i saj është njësoj të na si mos me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po dhe ai që nuk e beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe beson i saj është sikur mos me besu dhe i saj. Për shkak se Allahu ka thonë la nufarriqu bejna ahadin mir rusuli. S'bojmë dallim. Pra ata jonë insha mi tha pse ju muslimanët keni të drejta të mirë një gratë krishtere, nëse na krishterët nuk kemi të drejta të martohemi me muslimanë. Tha ke drejta dhe ti, apo do mu martu me muslimanë? Tha po. Tha thuaj ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, eja të baj një qa. Hin islam. Pranoj Muhammedin. Nga se muslimant e kanë pranu Isajn, muslimant e kanë pranu Musajn, ndërsa ju jeni rebelun ndaj Muhammedit, a doni mi morën gratë e umetit Muhammedit. S'ka mundsi. Për këtë arsye, kjo është drejtësia Allahut Azza wa Jall që e ban në tokë. Na shkatromu që thot Ebu Bekër Siddik. Tha zbret belaja Allahut në mesin një popull. Nëse ata kanë fuqi dhe mundësi me ndryshua më eshtë, dhe të hebe baje galen tonë, mos u përzin pun të huje. Kja është këshilla e ditë. Ebu Bekër Siddikut radiallahu anhu. Se njoni prej neve thot, pse me bashkë që kjo më ka interesu. Pse Ebu Hurajra me pas ka shumë hadith. Enes ibn Malik ka shumë hadith. Aisha plot hadith. Pa Ebu Bekri, pse s'ka hadith? Ebu Bekër Siddikut radiallahu anhu, ko janë dorëzu krejt sahabët, të cilët nuk kanë pas një ori diçka për din, kanë dërhi Ebu Bekr. Ditën kur ka vdek pejgamberi Allahut, të gjithë nuk e kanë ditë se pejgamberi Allahut vorroset, pejgambert e Allahut vorrosen ati ku të vdesin. Ku me vorros pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Kush me la pejgamberin? Kush me afal gjenazën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Vjen Ebu Bekr Siddiku, derisa Omeri thonte, ai cili pretendon dhe thot se ka vdek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, tha ka me al Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ja këput kokë. E ka shku me Allahun me fol. Ai kthehet, nuk ka vdek pejgamberi Allahut. Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu qëndron në këtë rast kur dështojnë të gjithë dhe lexon ajetin në suratu Ale Imran, që Allahu Azza wa Jall thot wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. Nuk e kena bas një njeri
që të jetë i përhershëm. Ti o Muhammed, nëse vdes, a mendojnë se ato kanë me përgjithmonë? Mo paskon që njeri u ngel për çka këtë mirëve që i ka, për shkak sinqeritetin që e ka, kishte qenë gjallë pejgamberi Allahut. Dhe nga jetët e qera të cilët i lënë zonë Ebu Bekër Siddiku dhe tha: "Men kana ya'budu Muhammeden, fa inna Muhammeden qad mat." Kush e ka adhuruar Muhammedin, Muhammedi ka vdek. Kush e ka adhuruar Zotin e Muhammedit, ai është gjallë dhe nuk vdes. Tha Ebu Bekër Siddiku, ka thonë, kam dëgju pejgamberin e Allahut se pejgambert e Allahut vorrosën në atë vend ku vdesin. Vendimtar. Dhe shumë se ende Ebu Bekër Siddiku dhe këta jetë, kur filluan disa me keq kuptu këta jetë, që Allahu Azza wa Jalla në suratul Maid, ajetin 105. Ja ju ledhina amenu alejkum e enfusekum la jedurrukum men dalle idha htedejt. O jo që keni besu, këshire vetën juve, ma në ju, thes. Nuk ju damtojnë ata që e kanë në udhën dhe kanë deviju. Sikur ne që a dhënë këshire punën tonë, apo? E ka kuptu, thot Ebu Bekër Siddiku, jo anas, o jo njerës. Po e ndëjo juve, se po e lexoni këta jetë dhe po e zbritni në vendin jo të dur. Mund a jeti sakt, mirë po vendin nuk e ka. Mund fetfaja që të sakt, amo vendin nuk e ka. Para ta Ebu Bekër Siddiku tha, ju po e lexoni këta jetë, mirë po kja jetë, unë e kam dëgju pejgamberin e Allahut që ka thonë drish. Që ka thonë pejgamberi Allahut dhe kja jetë. Ka thonë pejgamberi Allahut, inna nasa idha rau dhalime. Njerëzit nëse e shohin një zullëmqar, felem yakhudhu ala yedej, nuk e frenojnë, nuk e kapin dorë, nuk e ndalin. Au shaka an ya'ammahumullahu bi iqabin. Allahu Azza wa Jall ka me zbrit dënimin të rësisht. Hadithin që spjegova Abu Hurajrës, tha Zejnebi kur e piti pejgamberin Allahu, tha ana shkatromu edhe të mirë për s'kajnë të këshive, tha po, kur ta muë, e keqja të mirën. Në kohën e Jegjujve dhe Mejgjujve që shfaqen, ndalin. Dhe ndalin. Disa ka thonë ato jetojnë në tokë, në tunela, e pastaj dalin për tokë. Jo, fjala dalin që ka anë në hadith, pejgamberit Allahu. Fjala dalin nuk e ka për qëllim me dal për vrime. Allahu thot për neve, kuntum khajra ummetin, ukhrijat linnas. Ju jeni një umet që keni dal në mesin e njerëzve. Që keni dal? Si ardhucat. Do thonë ju jeni shfaq, keni dal, keni ardh. Nuk do me thonë dalje për i vrimë. Fjala ukhrijat ka shumë kuptim. Para ta Imam Suyuti e ka shkujt një libër të mrekullueshëm, El-Itqan fi ulumil Quran. Dhe ati është një pjesë e madhe. Afërsisht një 200 faqe vetëm i ka. Fjala fi në Kur'an sa kuptime i ka. Fjala ala sa kuptime i ka. Fjala min sa kuptime i ka. Fjala ila sa kuptime i ka. E ku ta lexoj që ata e kupton se hoq kollaj bosh. Imam Suyuti, ta do me thonë se herë që të vene fi, një të kuptim, s'ka mundësi. Për ata shfaqja e tyre, kur shfaqen ato, do të thotë ato janë me shumicë. Tash po pysë. Isaja është gjallë a.s. Me gjematin e vetë, kush janë shumicë? A Jegjujët dhe Mejgjujët, apo Isaji a.s. me gjematin e vetë? Kush janë ma shumë? Jegjujët dhe Mejgjujët. Që thotë pejgamberi Allahut kalojnë për një lumi, i pari janis me pi, këtë vene i fundit s'ka me pi për ati lumi, kete pi. E njani e kishte bojnë me këtë sap, sa litra, 4 litra, i kishte dalë se si cëlli prej atinve pi ka 1.000 litra në ditë. Apo nëse pinë sa na, ka thonë, atëre duen me konë ato 3 biliard njerëz. Nuk e kjo matematikë. Po ki uj, ku dalin ato shterët, jetë pak, pejgamberi Allahut ka dashmir thonë, ato janë shumë, sa shumë, ka të kalojnë hajnë s'lonë më për mas për kur gjohë për qertë. E pin ujin e krejt lumit, do të thot që atë shaka pas, do të thot që ata pin jashtë normales, as nuk do të thot që numri tyre ja te i kalon miliardat e botës. Mirë po krahasim, me Isajin dhe gjematin e vetë që janë pak, ato janë shumë. E tash, pse ki hadithi pejgamberit Allahut nuk po ban pjesë, që pejgamberi Allahut tha shkatërohen të mirë, kur ti muje, kur t'jet shumica të këshin. Isaja a.s. shkatërohet me gjematin e vetë kjo. Pra ke hadith,
I Ebu Rezba i Bukhari s'ka të boje për mendimin e disa dietarëve që unë i takoj çati mendimi, s'ka të boje për shfaqjen e Yexhuxhë dhe Mexhuxhë në akhiri zaman. Po ka të boje për periudhën që e shfaqi, thot Imam Kortobi në shekullin e 7. Pa ata i kanë mit hoxhallarët, i kanë mit njerëz të mirë, i kanë shkatru librat islame, atë shumë libra islame që janë shënuar, atë që zmet ju ka bon këti dini, derisa lumi forat, me libra e kanë bo ur, kanë dalë, pina ton kiton. Ur! Kanë viktim të mirë për shkak të keqës. Në akhiri zaman ka në Isajt jo. Edhe pse shumica e këshi, shpëton Isai a.s. me pakicën me xhamatin e tij. Dhe kjo ka detajet që i kam tregun më një detaj në shenjat e kiametit të mëdhaja. Mi po thotë Ebu Bekër Siddiku, ajetit të cilën lezilot, alejkum anfusakum, këshin në vetën tuaj, përmbanju ju, nuk ju damtojnë juve, ata të cilët e lonë fejnë Allahut. Thotë unë e kam dëgju pejgamberin Allahut, njerëzit nëse nuk e morin në dorë zullumqarin, Allahu do t'i ndëshkon të gjithë për skejt ati dhe ty. Ata ndëshkon për shkak zullumit ati. Neve Allahu në dëshkon për shkak mos këshillës dhe ndalis. Mi do stop, ndalu. Këtë më pa, kja është imani ma i dëpë. Nësë mos mi shësru ata. Mos me qenë me zullumqartë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thot do të urnoni në të mirë, a dhe do të ndaloni nga e keqja, për ndryshe Allahu ka me zbrit një dënim, që keni më ju lutë Allahut, po Allahu nuk ju përgjigjet lutjeve tuaj. Pra përgjigja lutjes është e lidhur ngusht në urdhin në të mirë dhe ndalimin nga e keq. Ti gjallin tane a kinë frenu dhe njerë për haramit, po kanë qef 3 njëherë po martohet, kushta se njëherë? Ka 5 herë një të i martohet dhe së më piratoni. Po me gjitha ta, ka 10 herë për martohet harami. Po i dhënohen ato, po i dhënohen këto, po i dhënohen ato, se po i aprishi ati, ketëve nëse një aprishmi, vetëm Allahu t'ja aprishmi. E Allahu ka thonë në gopro tash. Ti o babagji, të cilën se nale gjallin tanë, nipin tanë, që Allahu në tanë mos me i dhënu, ka thonë kur ti lutësh Allahu, Allahu nuk përgjigjet. Ti gjithë thotë, Allahu i qafën ja theft. Ama Allahu thotë, jo, a dosh më herët. A dosh më herët. Inshallah Allahu i ndonë këto të dy. Se ka problem më ndonë. Një më tregoj një orë një kolegë, tha erë njoni po thotë, thotë gjaveni, a ki mundësi me më frinë se s'jam mirë ish me nuzë. Inshallah ka pëtonë hajë. Ama tha, du mu do së mu donë. Kejtë shkojnë për më së më ndonë. Ki kështë shku për më ndonë. Tha edhe i bona rukje i knova mas një ave. Tha po ka arë po për shëndet, po për shafon dhe po thonë, Allah ishë për blevë të hoqë dhe e shlova. U lirova. Pra dhe të ndërshëm, ka mundësi që Allah u dënon dhe së në lirohesh. Për këtë arsye, thot ka mundësi që ju drejtoni Allah me doa, mirë po Allah u azza o gjën nuk ju përgjigje doave t'juj. Ebu Bekër Siddiku këshillon vazhdon dhe thot, belagana ennehu idha kene jaumul qiyam. Në ka lajme se nëse rinë gjallëmën ditën e kiametit. Nada monadin, thëret një thirës dhe thot, ejne ehlul afu. Ku janë ata që i kanë falë? Ku janë ata që i kanë falë? Dhe Allahu thot, ju kafihumullahu ta'ala bima kane min affihim anin nas. Dhe Allahu azza wa jalla i shpërblen ato në ditën e kiametit për shkak faljes të tyre që e kanë bon ndaj njëri tjetrit. Fal. Allahu azza wa jall ki dëshirë të falë, fal. Fal për Allah. Për këtë arsye Mistah ibn Athath. Mistah ibn Athath ka qenë njëri i cili ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Megjithatë, ka ra viktim e fitnexhiv. I sinqert, njëri mirë, shoku pejgamberit Allahut, ka ra viktim e poterexhiv. Njëri prej atinëve Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, i cili në hije ka bo fitne derisa e ka akuzuan Aishën radiallahu anha me zino. Ai që e ka fol, njëri prej atyre që ka fol kush? Hasan ibn Zaid dhe Mistah ibn Athath. Këto sinqertit folin. Kurse ato dreçnit rrinë mas perdëve.
Ato vi që planifikojnë i kordisin, ndërsa ka njerëz të sinqert, bin viktime të tëre folin. Para ta Hasan ibn Zeidi erë në akhiri zaman, para se me vdek Aisha radiallahu anha, u pa dëverbëru Hasani, u pa qërru. Dhe ishte Abdullah ibn Abbas, kërkon leje ta përshëndete Aisha. Aisha thot bujrën, ka qenën poeti pejgamberit Allah, e ka mbërojt nderin e pejgamberit Allah. Abdullah ibn Abbas i thot, ja Aisha, pse lejove ti me hien Hasan ibn Thabiti me dhon selam, a harrove ki çka akuze ti e ta ka bo? Edhe hin Hasan i thot, Hasanetun, Razanetun. I thot një poezi, Aisha thot, e ndershme, e ndërgjegjshme, e ruajtur. Thot, Aisha, amo ma herët nuk ishtë në ashtu. Edhe ja kur folsh e ti, ma herët nuk ishtë në kështu shapo thu sot. E ndershme sot, pasi Allah më ma Allah azza wa jalla pasroj. Pasi Allah me zbrit si ishtë në ashtu. Kaq. Thot Abdullah ibn Abbas, oj nona muslimanëve, pse more Hasanin e pranove? Tha ja Abdullah, a nuk mjafton që Allah e ndërshkoj në dunjo e verbroj? Hasan, luftëtari i pejgamberit Allahut, poeti i pejgamberit Allahut, vetëm njëherë e ndoti gjuhën e tij, foli pa verifikim, Allahu e ndërshkoi në dunjë e verbëroi. Aisha tha, a nuk mjafton për ta se Allahu e verbëroi në dunjë, dhe thot pejgamberi Allahut, Allahu kujt ja doje të mirën, ja ngut ndërshkimin në dunjë. Ja ka dashur të mirën Hasanit. Për këtë arsye, Allahu e verbëron në dunjë para se me vdek. Ndërsa Mistah ibn Thatha, njëri ishte prej sahabëve të pejgamberit Allahut, i varfër. Ka prezantuar luftën e Bedrit. Ebu Bekër Siddiku e financonte, jepte. Ndërsa kthehet Mistah ibn Thatha, para mendo, bjen vektim e munafikut, kokës e munafikëve, Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, bjen viktim e ti e akuzon Aishën me zino. Vajzën e kujt? Vajzën e doratorit të ti. Vajzën e ati që e majke me buk. Vajzën e ati që e ushqente Mistah ibn Thath. Kër ndëgjon Ebu Bekër Siddiku, thot edhe Mistahi, a që e ushqetëm, a që e majtëm, a që e ngjitëm dorën, a që e kujdesëm, ja Mistah, ti këtë mirë në i ktheve me akuz, të bjes teme, derit tim, familjes teme, tha pasha Allah, tha mos ke kërsh prej neve, s'ka dinor. Allahu azza wa jalla zbret një ajet në Koran. Kjo ajet lexohet deri në ditën e gjykimit. Do gjeni vëllezër, thot Allahu në suratun Nur, wala ya'tala ulil fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Mos ngurejnë ato që Allahu i ka dhënë pasuri, që mos të japin ndaj familjarëve të afërme. Mistah ibn Thath ishte i afërm, dhe të vobektëve dhe muhajirëve që janë rrugën Allahut. Wal yafu, wal yasfahu, le të falin, mos marrin mosa. Ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum? A nuk keni dëshirë Allahu t'ju falë juve? Ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum? Wallahu ghafurur rahim. Tha Abu Bekri, pasha Allahun tha duhuna që Allahu të mi fale gabimet. Ja Mistah, prej sotit e ke rogën e difishuar. S'ka këmoni për vetë vetë. Ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum? As keni dëshirë që Allahu t'ju falë? Tha Abu Bekri. Abu Bekri ka dëshirë që Allahu t'a falë. Ja Mistah, e ke donacionin e difishuar. E falje Mistahin me një fjalë të Allahut, që Allahu azza wa jalla tha la tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Pa transmeton Uqbet ibn Amir, që i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Uqbe, atë të regoj për moralin e më të mirëve në dunjë dhe në ahiret? Ta më të regoj, ja Rasulullah.
Tha në të silmen katak, ti shkojsh ati që s'dvjen, o ato ati men haramak, ti ipsh ati që s'tjep, o ta'fu ammen dhalemek, ta falsh ata të cilin të ka bon zullum. Ta falsh atë të cilin të ka bon zullum. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah Mesud, që thot Abdullah Mesud, tha jam sikur për e shiqoj pejgamberin e Allahut, në tregoj ke për një pejgamber prej pejgamberëve të Allahut. Në tregoj ke për një pejgamberëve të Allahut. Që populli e pat ofendu, populli e pat gërzu, populli e pat për gjak, e më shike daj gjakun prej fitirës dhe thëndë. Qka thëndë? Pe o thot pejgamberi Allahu të tregon të thëndë, Allahu më gëfirli qaumi fe innahum la ja'lemun. O Zot, fale popullin tim se ato nuk janë ka e din. Fale umetin tim nga se nuk janë ka e din të vërtetën. Ato e patën për gjak, e patën ofendu, e patën për buz, e patën nënçmu. A i thonë të o Zot i madh, fale popullin tim se nuk janë këto ka e din. Parat pejgamberi Allahu na tregon me një hadith që në këtë hadith o pikëllu fort pejgamberi Allahu të në fund u qesh. A din se në hadith? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla i bashkon dy njerëz ditën e gjykimit. I ul pranë vetës së tij. Njëri ka bon zullum, tjetrit ju ka bon zullum. Dhe këti që ka bon zullum thot, ja Rab, o Zot i madh, ma merr hakin tim nga ki zullumqari. Dhe Allahu azza wa jalla thot, jep të mirë. Jep të mirë. Deri se i harxhon thot, ja Rab, sumet asgjo për mu. Ati që ju ka bo zullum, thët, ja Rab, kam gjunoja e lanë nunën vetën tim, du që jep këti që merë hakin tim. Thët, meri gjunot, thët, ja Rab, shumë kanë të mija dhe sumet asni sevap. Atër Allahu azza wa jalla thët, këti që ka bo zullum, shko vizitoje gjennetin e Allahut, hinkin gjennetin e Allahut, mahnitet me bukurit e pallate në gjennetin e Allahut, dhe shiqon me habi dhe thot, ja Rab, o Zot i madh, për cilin pejgamber është pregadit ki vend, për cilin shahid është pregadit ki vend, për cilin besnik është pregadit ki vend. I përgjigjet Allahu dhe thot, për atë që e ka pregadit çmimin e këtij vendi, për atë që e posedon çmimin e këtij vendi, ai thot, ja Rab, a ka rob toni që mundet me pagu këtë vend? A ka dikush që mund me pas çmim me ble këtë vend? Tha je ty. Tha unë? Tha ti. Të ne a çmimi? Tha me ja fal vëllavin tan. Tha ko fal 100 herë. Tha mere vëllavin tan hini bashkë në xhennet. Që eshet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri sa i dukën dhëmballët e pejgamberit Allahut. Para ta dhe Imam Ahmed ibn Hanbali o tërtërua, o ndëshkua, o bërgos, o rah, edhe aj para se me vdek thonte, Bani Selam Ebu Jahjas Muatesimit, krejt prej meje ko halal. Krejt prej meje ko halal. A dini pse? Se kishte model Omer ibn Khattabin, që cili Omeri pa thonë, Bani Selam krejt muslimanëve, se nga Omeri e kanë halal gjdo sen që i kanë bon keq ndaj Omerit. Ta dha Omer ibn Abdul Azizi, ta pasha Allahun, ta kosh me Allahun tanë, pa u hakmar, a shumë a mirë se ta kosh me Allahun tanë, ku ju ke hakmar. Ta kosh me Allahun, a shumë a mirë, se ta kishe mor hakin tanë, po që a falj vëllavit tanë, para ta dhe thonë të Imam Malik, kërë rahën Imam Malik, ja qitën kraun, prej venni, Imam Malik vetëm i vendia, thot Bani Selam Sulejmanit ja kanë bo halal. Ja Imam Malik, mos zito, zullum të ka bo, po ja ban halal, tha këpo të frikë se po vdes, pa ja bo halal, e dal para pejgamberit Allahut turprona. Nga se Sulejmani është nga familja pejgamberit Allahut, e kisha turp dhe marë, që dal para pejgamberit Allahut, që Allahut ashtije, në që e nem një pjestar të familjes ti,
e se bep Imam Malik. Dhe tha Imam Malik dhe të qerat, qëfar dobi e kam unë një vëllavi jem për shkak meje me hinë xhenem. Pra ta Ibn Taymija tha, ata të cilët kanë rejt për mu, ata të cilët kanë bon zullum ndaj meje, ata të cilët më kanë burgos, ata të cilët më kanë pengu, ata të cilët më kanë torturu, halal të gjithë e kanë, nga se të gjithë muslimant i du për Allah. Të në zemrët, e atinëve të cilët e kanë dash gjennetin e Allahut sinqerisht, se kanë dash vetën në vetë, kanë dash të të shpëtojnë nefsin e tyre, të bonë banor të gjennetit Allahut. Allahu azza wa jall në boft nga ta, që i dojmë njëri qetrin për Allah. Pra Ebu Bekër Siddiku radiallahu an, në tregon të se ai cili fal, do të falet ditën e gjikimit, parat dhe Aisha e pyti pejgamberin Allahut, tha ja Rasul Allah, nëse mujt të përjetoj natën e Kadrit, natë e cila është më me vlerë se 1.000 muaj, çfar luqje që bëj Allahut në këtë natë të madhe, tha pejgamberi Allahut ja Aisha, nëse Allahut të mundson të përjetojsh këtë natë, bane këtë dua dhe këtë luqje dhe thuaj, Allahumme innaka afuan, tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zot ti e falës, e don faljen, më fal mua. Allahu e don falsim, Allahu e don atë që fal, Allahu azza wa jalla falës, nëse dëshiron që Allahu të na fal, falet e ti vëllavin tanë. Dhe thot Ebu Bekër Siddiku radiallahu an, atwau nasu lillah, ashadduhum bughdan li ma'siyatih. Njeri ma i devotshëm të Allahu, është ai cili më tepër e urren mëkatin e Allahut. Jo ai që ban mirë. Mashallah filoni ka ndërtu një urë. Mashallah Aloni e ka maru një qesh. Mashallah qetri e ka shtru me kocka një rrugic. Mashallah Aloni ka maru një xhami. Mashallah dhe mashallah. Cili është për mashallah? Për mashallah është ai cili e urren mëkatin gjunoj. Thot Sehel ibn Abdullah Tustariu, rahimullah. Thot të mirën kanë mundësi me bo të mirët dhe të këqit. Dhe drogirazi ban dhe një të mirë. Për këtë arsye, a i servan, loj, servime ban. Herë ma shumë servan mil të bardh, edhe ku të shtroje një iftar, këto gjallar që në kom, mashallah, ka shtruhe një iftar. Asa iftara qëri ka shtruhe një kanë harru. Pra leja të ndërshmë, Selim në Abdullah Tustariu ka thonë, s'ka dishim se të mirën e bani miri, të mirën dhe i bani keqi, i miri dhe i keqi. Ju e dini se një jo musliman, deri tash, ka dhonë disa mira ero, dënime për motrat tona të, që ju kanë morë drejtat e tjere, për shkak një kabin në Francë dhe vendet qera. Dhe ai ka dhonë, unë ja paguj dënimin ketë. Allahu inshallah u zon në Islam. A i sa musliman, pa të mirën, e bani miri dhe i bani keq. Selim ibn Abdullah thot, kush është i mirë, pra kush është e Allahu i mirë, thot ai cili e urren të keqën. Sa imon ki, aq e urren të keqën. Sa imon ti ke, aq e urren të keqën. Dhe thot Ebu Bekër Siddiku radiallahu an, wajadna al-karama fi taqwa. Nderin e kena gjedh ndewatshmëri, takwallëk. Ma i ndershmi nga ju, in akramakum inda Allah atqakum. Jo ai cili është më mis, jo ai cili është më tip, jo ai cili është më i bukur, as ai më i hershëm. Ai cili më i ndershmi te Allah, as ai cili ka drodhe tut Allahun më shumë. O wajadna al-ghina fil yaqin. Dhe kemi gjetë pasonin në bindje. Kusha pasanik? Pasanik ai që ka depot apo gjepat plot? Ma pasanik ai cili ka bindje se nuk vdes pa nga riskin e vetë. Për këtë arsye, nuk gjenë mesin e muslimanëve i cili njoni e varë vetën, për shkak fukarallëkit. Mirë po kur s'ka bindje të Allah, e ban ata që gjitët me kokë në harame,
nga se nuk bën sabër të pritë halalin. Pa tha pejgamberi Allahut, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Gjibrili ma erdh, ma inspiroi dhe ma tha, ja ju nasi takullah, o ju njerëz keni frikë Allahun, wa ajmilu fi talab. Ka thonë keni kujdes kur ta lipni risk, se nuk vdes njeri pa e honga riskin e vet. Ka fshatën tonë. Teshën tonë pa e vesh. Riskin tonë pa e pi nuk vdes, shabu gutesh. Martone me letra, qkoja gjithë, bajnë këta, dalavera, këtë, pegut e gjelin, prit mëra. Sa të mish ma shumë, ma shpejt shkon. Kjo në sikur kërët mi dhon gaz. Sa ma shumë të mish risk, aq ma shpejt e shkel dhe automjetin për në vorë. Nash këtë shpejt, nash nalu ma nga dal. Për këtë asi u leo të ndërsh. Ka thonë pejgamberi Allahut, ka thonë dije se të Allahu nuk shkoqitet me haram. Ka thonë keni frikë Allahut, se të Allahu nuk shkoqitet me zor, nuk i mirë të Allahut me haram. Po këtë lipne me halal, pasuria me e modhe në bindje. Pra të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kanat akhiratu hammu, kush e ka dert akiret. Gjema Allahu shemle, Allahu jam ledh problemet. Ha, për shka mu? Hajr. A që e ka zgjedh Allahu, është ma hajr. Ndashta në nisen e urrejmë, a model është ma e mirë. Në nisen e dojmë, është ma e keqë. Allahu e din, na nuk e dim. Dhe thot Allahu në Kurani Kerim, ndoshta Allahu në mesin e të keqës ban hajrat mëdhaja që se din ju. Për këtë asi muslimoni nuk mërzit. A jarë dhe mira e kere keqa nuk bregos. Për çka se atë që e ka zgjedh Allahu është ma mirë për ti. Ebu Dher al-Ghifari u pa thonë, e du fukara Allahin se është njeri ma modest. Kura ma fukara, është njeri ma modest. Ta e du fukara Allahin për shkak modestis. E du smunjen për shkak pastërtis, më pastron. Dhe e du vdekjen për shkak se pa vdekës më shkojshë në gjennet së më vdekojshë Allah. E pitën Hasanin, nipin e pejgamberit Allah, apo së nipin e ti, dhe i thanë qka ki, qfar mendimi ke ti, apo asën në Basriun, e pysin dhe i thojnë, qfar mendimi ke në thonjën e Bodher el Ghifariun, që tha e du fukar Allahin për shkak modestis, e du gjithashtu smunjen për shkak pasrimit, dhe e du vdekjen për shkak gjennetit takimit Allahut. Tha Allahu e më shirot vëllavin tem që e ka thonë ketë, unë e dishka ndrishë po thanë. Tha unë e du atë që e ka zgedh Allahu për mu, se që ajo mu e ma mirë më banë, se sa atë që unë e du. Ti e me të bonë pasanik, ti e upu bësullë. Ti ko e di se të në hajtë. Për ata ti du shmë konë fukara, ti më konë i shnosha. S'le njeri në si përfaqin e tokës gjallë. Ti me dhonë pozit post. Ti banë kërdija. Për ata Allahu që ta ka dhonë atë, dohet me qenë ma e dashur, se Allahu ta zgjedh atë të cilën është ma e mirë për ty, var ju jeni ata të cilët shif një shkurt, Allahu shef gjatë, ju jeni ata që nuk e dini të fshehtën, kurse Allahu e din të fshehtën, pa ata e Abu Bekr Siddiku tha, pasanin e vërtet e kam gjetë në bindje. Tha kush e ka dërë të akiretin, tha pejgamberi Allahu, Allahu jam ledh problemet. Ka ndodhë kjo? Hajr inshallah. Për ata në tregon të Muhammed Husein Jakubi, tha njoni, kështë e bo Allahu doa, kështë në osë zoti ma. Nëse pasurin që ma ke dhonë, është penges për mu për gjennet, të lutëm o zoti madhë mi merë. Tha 40 shlepera ndeshje, praptim, pihure kanë ra mrena një mujë. Tha ju gëzok, një di ju ka praptuan molli a gje ka ra një shleper. Alhamdulillah. Ja kanë konsifiku, alhamdulillah. Ka respekcia ka dënu, alhamdulillah. Tha s'ka në konë hajrë për mu. Pa shkak se Allah të zogjeli pa të thonë, o sot i madhë, nëse ketë shama ki thonë, më pengon mu për me shku në gjennet, pengon mu për më të adhuru ti, merë. Të janë kalimtare. Pra atë tha pejgamberi Allahut, kush e ka detin në akiret, Allah jam ledh problemet, ja zvoglan problemet. Tha dhe e ban pasanik në zemër. A kini, alhamdulillah. A i s'ka për nesër me angër, thot, alhamdulillah. Këti që i ka planifiku me jetu 150 vetë, edhe së nipat ka 300 vetë që i ka garantu, kriz vëlla. S'ka, ja, si vetë hitë s'ka jetë.
Derisa njoni, një ditë më thanë shumë keq i ka punë. Edhe mendova se e njësh në pimoti. E mendoj që diçka, këpëton të janë qismi dorën se gjuna, a i shkreti, po një merë shumë keq i kishte punë, se kishte metën me 50 punëtor. 20 i ka pas, 50 i kishte bon. Pra dhe të ndërsh, Allahu e ban pasanik në zemër, o atë ti dunja, o hi e ragime. I ven dunjoja, dashtja pos dashti dunjoja. Allahu thot shko. Allahu ka thonë, depoti kini në dunjo. Magacinët është dunjo. Drejtori pa i nënshkujtë së në mërnë. E aj që ashtë i nënshkujtë, ashtë fisë se më në qelë. Jo jeni të e lip në dokë. Hajo në qelë. Ndërë, dosh me pasën garancion. Dhe letrat. Te Allahu. Allahu pa e nënshkërujtën. Sa keme morë, s'ka fuqi botërore që i mundë me të dhonë. Tha e ti dunja o jarakime. O men kenet hemmul dunja, ku që ka dhe të një, Allahu azza wa jall thot, ja zgjeron problemet. Edhe si vetë, dhe ta qes punën në shinë, inshallah, pastaj edhe si ti graj gjamiës, kini me mpa, parin saf. Për një me kur e pash një ditë në parin saf, amon gjenozë, para hoxës. Parin saf, kur dalë në benzijë dhe së më kanë metë, edhe 2 vetë. Dhe më thani mësus, thash, hajde falu, hinë më rëbo, balë më me titë, ka dekë mëra titë, e o dini. E dini më se ka dekë, ani se kanë metë disa rugica, ne më në të ti. Ka dekë për një me. Haj me do se alo ka dekë, alo këpëdo në gjamizve. Thash, hasë mëra? Tha, kur dalë në benzin, thash, mësus nuk dalin në benzin, desin para se me dalë në benzin. Dhe unë alë, tha, vallaj, këpëdo në ki mësusi ka dekë, ki mësusi edhe ki. Për edhe ki pas ka vdekë. Vallaj, ki qëllu. Edhe apesve në gjami, heja, mos prit me qëti me zorë para imamit. Para ta në lehë të ndërshëm tha, pejgamberi Allahut, kush e ka dertin e dunjas, Allahu ja zgjeron problemet. E ban fukara në zemër, gjepin plot, zemrën bosh. Gjepin plot, zemrën bosh. Tha dhe nuk e shkoqit prej kësaj dunjoje, vetëm Allahu sa ja ka shku, dhe thot Ebu Bekr Siddiku, wa sharafu fit tawadu, dhe kemi gjetë lartësin në modesti. Sa ma modest, qaq ma i lartë. Sa ma krije lartë, qaq ma i ullë, nga se ka thonë pejgamberi Allahut, thot Allahu azza wa jall qon me një melek të koka e gjdo njeriut, ai që bëhet krije lartë, e ngren krijet e përpjet, ja ullë me laqë, të poshtë. E ullë. Ai që bëhet modest para njerëzve, Allahu e ngritë. Për këtë arsye, Allahu azza wa jall është ai i cili meriton të duhet, Allahu është ai i vetmi që meriton të mbështetemi atij, Allahu azza wa jall është i vetmi që duhet të jetojmë për ta, dhe thot Allahu në Kur'anin e Kerim thuaj, pra të thojmë dhe ne krejt që ka thonë Allahu azza wa jall, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Thuaj, namazim, kurbanet im, ibadetet e mia, po jeta dhe vdekja ime është për Allahun të vetëm. Nuk i bojmë ati shok, dhe kështu jemi urnu që të vdesmi musliman. Allahu na mundsoft me vdek musliman, si që Allahu dëshiron. Wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. الله 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 الله